Përshëndetje të nderuar shikues, ky është edicioni informativ në ekranin e News 24, le të njemi së bashku me titujt kryesor. Shqipëria hap të hënën grup kapitullin e fundit të negociatave me Bashkimin Evropian, kryeministri Edi Rama, moment historik. Tritol lokalit në Kamës pasi pronari nuk pagoi gjobën prej 500.000 eurosh, goditet grupi ish policit Jeton Lami, shoqëroi Ervis Martinajn para se të zhdukej. Sherr për parakalimin nga dogana e Hanit të Hotit deri në Koplik, dy vëllezërit që llojnë me armë zjarri dhe dhunojnë 42 vjeçarin, arrestohen në kërkim nipi. Stuhia Claudia shkakton përmbytje shkatruese në Portugali, 3 të vdekur dhe 10 të lënduar. Britania e Madhe, reforma radikale të azilit që prej luftës së dytë botërore, statusi i refugjati do të bëhet i përkohshëm. Fest dhe Prestizh Shqipëria sfidon Anglin, Silvinho me mendje të play-off. Tuhel vlerëson kuqezinjt. Të Bashkuar drejt botrorit Kosova shkruan historinë, siguron me spektakël fazën play-off. Do të njemi më gjerësisht me lajmet. Shqipëria do të hap më datën 17 nëntor grup kapitullin e fundit të negociatave për antarësimin me Bashkimin Evropian. Për kryeministrin Edi Rama, ky është një moment historik pasi të gjithë grup kapitujt u hapën në një kohë rekord për një vit. Fillimi i javës do të gjejë Shqipërinë me të gjithë kapitujt e hapur të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Në podcastin flasim, kryeministri Edi Rama e ka vlerësuar si një moment historik, pasi të gjithë grup kapitujt u hapën në një kohë rekord prej 12 muajsh. Një shpejtësi unike në procesin e të gjitha integrimeve të mëparshme evropiane. Asgjë pra nuk na ndal dhe kemi kapërcyer të gjitha pengesat që kishin të bënin me çeljen e të gjithë kapitujve. Tani duhet kapërcejmë të gjitha pengesat që kanë të bëjnë me mbylljen e kapitujve. Po ndërkohë ekonomia rritet, pensionet dhe pagat rriten, investimet vendase dhe të huaja shtohen, mbështetja për më të dobtit dhe për pacientët me sëmundje të rënda zgjerohet, ndërkohë që asnjë taks nuk parashikohet të rritet dhe puna e institucioneve përmirësohet hap pas hapi. Ndërsa projekt buxheti vijon të diskutohet në komisionet parlamentare, kreu i qeverisë tha se vitin e ardhshëm nis zbatimi i rritjes së përvitshme të pensioneve, si dhe rritja e pagave. Për të arritur objektivat ambicioz të shpallur paraprakisht kur e kërkuam mandatin e 4, e thënë ndryshe për çuarjen e pensionit mesatar urban i plot në 400 euro dhe të pensionit rural mesatar minimal në 180 euro. Paga minimale në sektorin publik dhe në atë privat, pra kur ligji që do të kalojmë në Parlament i buxhetit 2026 të sanksionoj se në Republikën e Shqipërisë nuk do të ketë asnjë pagë nën 500 euro. Në pjesën e parë të podcastit, pjesë dedikuar zhvillimeve të javës, kryeministri bëri jehon mbledhjes së përbashkët të qeverisë së Shqipërisë dhe Italisë. Për Ramën ishte një moment shumë i rëndësishëm i thellimit të bashkëpunimit strategjik me Italinë, ku materializuan 16 marrëveshje të reja bashkëpunimi. Partia Demokratike e pasditen në së hënës do të dalë në protest. Protesta do të organizohet në bulevardin dëshmorët e Kombit para selisë së qeverisë. Demokratët e kanë quajtur tubimin e së hënës pasdite si parlamenti para kryeministrisë. PD akuzon majorancën se nuk lejon zhvillimin normal të seansave parlamentare dhe se qëllimisht ka eliminuar çdo hapësirë të opozitës që të thot fjalën e saj në parlament. PD ka thirrur qytetarët në protestë dhe pas zbulimit të aferës 50 milion euro të zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Vetë SPA ka ngritur zyrtarisht akuzën ndaj Ballukut për shkelje të barazisë në tendera kryer në bashkëpunim për ndërtimin e tunelit të Llogaras ku u mor
edhe e pandehur nga SPAK dhe për ngushtimin e hapësirave në kuvend. Ndërkohë, hyrja kryesore e godinës së kryeministrisë është fortifikuar me mbrojtëse hekuri. Një mas kjo e marrë edhe në protestat e kaluara të organizuara nga opozita. Zbardhet shpërthimi me tritoli një biznesi në Kamës, ku 3 autor të dyshuar janë arrestuar dhe ndërkohë bashkëpunëtori i tyre është shpallur në kërkim. Shkaku bë moslyerja e një gjobe prej 500.000 eurosh. Një prej të arrestuarve është Jeton Lami, ish oficeri operacionales që shoqëronte Ervis Martinaj para se të zhdukej, ndërsa në kërkim është shpallur Ervis Lami. 3 nga autorët e dyshuar që shpërthyen me tritol një lokal në Kamës u arrestuan nga policia, ndërsa një tjetër është shpallur në kërkim. Në pranga përfunduan ish efektivi Jeton Lami, Florin Domi dhe Flogert Mezhika, të 3 banues në Kamës dhe të dyshuar si pjesë e një grupi gjupvënësish. Jeton Lami është ish oficeri operacionales i arrestuar për shpërdorim detyre, pasi u akuzua se shoqëronte të shumëkërkuarin Ervis Martinajn para se ai të denoncohej si i zhdukur. Ndërsa në kërkim policia ka shpallur 31 vjeçarin Ervis Lami po nga Kamza dhe person me precedent të theksuar kriminal, i shpallur në kërkim në janar të këtij viti, pasi u gjet automatik me silenciator në banesë gjatë kontrolleve për kapjen e autorëve të vrasjes së Lulzim Vishës. Nga kamerat e sigurisë vërej teksa një prej autorëve i veshur me uniformë të ngjashme si ato të punëtorëve të pastrimit, pasi vendos lëndën plasës e largohet për andej me biçikletë. Hetimet zbuluan se shkak e tritolvënies në lokalin në pronësi të Sajmir Sina, i cili jetonte në Itali, u bë mosshlyerja e një gjobe prej 500.000 eurosh. Lokali ishte dhënë me qira 2 kunetërve, Klodian Muratit dhe Benard Elezit. Në këto kushte të arrestuarit i kishin kërkuar pronarit të lokalit që biznesin të mos u jepte me qira kunetërve, ose në të kundër duhet të paguante gjobën prej 500.000 eurosh. Duke qenë se shuma e lekëve të kërkuar nuk është dhënë, atëherë 4 të akuzuarit vendosën lëndën plasëse në fasadën e jashtme të biznesit, duke shkaktuar dëme materiale dhe jo të lënduar në njerëz. 2 kunetërit kanë deklaruar se lokalin e kanë marrë me qira prej 1 muaji dhe nuk kanë lidhje me personat e arrestuar për gjobvënie. Të arrestuarit dhe i shpallurin në kërkim akuzohen për veprat penale, shkatërrimi i pronës me eksploziv dhe shtrëngimi me anë të kanosjes ose dhunës për dhënien e pasurisë. Prokuroria e Tiranës ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar për gjykim 74 vjeçarin Hekuran Gjoni, duke ngritur ndaj tij akuzën e vrasjes për shkak të marrëdhënieve familjare, krimi regjistruar mbrëmjen e 1 shkurti të këtij viti. Prokuroria sqaron se Hekuran Gjoni ka deklaruar para hetuesve se djali i tij Asimi e kishte ngacmuar me fjalë ndërsa po darkonte. Pas këtij momenti, moshuari e ka qelluar me shuplak. Pikërisht në këtë moment, moshuari dhe i biri ka nisur të përleshen ndërsa ka ndërhyrë dhe motra e viktimës, që sipas dosjes së prokurorisë është përplasur në tokë nga Asim Vokshi. Pas kësaj, Hekuran Gjoni ka kapur thikën e bukës dhe ka qelluar të birin në bark. Goditja ka qenë fatale për të riun Asim Vokshi, pasi goditja i ka prekur pjesë të mushkrive dhe zemrës. Nga hetimi rezultoi se në trupin e kufomës nga këqyrja e jashtme dhe e brendshme konstatua një plagë prerëse shpuese dëpërtuese në anën e majtë të gjoksit, shoqëruar me çarje të mushkrisë së majtë, sipës mbështjellëse së zemrës në anën e majtë të majës së saj, si dhe plagë prerëse në gishtat e të 2 duarve, sqaron prokuroria. Shkak i vdekjes së shtetasit Asim Gjoni është shoku i rënd traumatik hemoragjik. Një sherr banal për një parakalim të makinës që nisi në doganën e Hanit të Hotit dhe vijoi deri në Koplik përfundoi me të shtëna me armë zjarri dhe dhunimin e një 42 vjeçari. Disa orë pas sherrit, policia arrestoi 2 vëllezërit dhe shpalli në kërkim nipin e tyre. 2 autorët që qelluan me armë zjarri dhe goditën me sende të forta Edison Tirana mbrëmjen e së shtunës në Shkodër u arrestuan nga policia lokale. Në pranga u vun 2 vëllezërit, Gjovalin dhe Pëllum Gjekaj, banues në fshatin Pietroshan të Malësisë së Madhe, ndërsa është shpallur në kërkim nipi i tyre, një 34 vjeçar. Konflikti mes tyre ka nisur që në doganën e Hanit të Hotit për parakalimin e makinës. 2 automjetet kanë parakaluar disa herë njëra tjetrën
dhe më pas janë përfshirë në një debat verbal mes tyre. Pas parakalimeve në afërsi të rreth rrotullimit të Koplikut, dy vëllezërit Gjovalin dhe Pëllum Gjekaj dyshohet se kanë qelluar me armë zjarri në pjesën e pasme të automjetit tip Benz të Edison Tiranës. 42 vjeçari nga plumbat që ka marrë në gomat e makinës ka humbur kontrollin e mjetit dhe është përplasur me përdorjen e një karburanti. Pas këtij momenti, Edison Tirana ka dalë nga automjeti dhe është futur në një tokë aty afër për t'i shpëtuar ndjekjes së autorëve. Por këta të fundit e kanë ndjekur dhe pasi e kanë gjetur në vendin ku tentoi të fshihej, e kanë goditur me esente të forta, duke i shkaktuar dëme në trup. Ai përfundoi në spitalin e Shkodrës me plak në kokë, por ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Një 31 vjeçar u ekstradua nga Italia drejt vendit ton këtë të diel i shpallur në kërkim ndërkombëtar për veprimtari kriminale në fushën e narkotikëve. Klajdi Murrizi ishte shpallur në kërkim pasi në vitin 2024 me vendim të formës së prerë u dënua me 6 vite burg për prodhim dhe shitja e narkotikëve e kryer në bashkëpunim dhe mosbindja ndaj urdhrit të punojësit të policisë së rendit publik. Në vitin 2022, në momentin që do t'i dorëzonte një sasi lënde narkotike një shtetasi tjetër, ai është diktuar nga policia dhe menjëherë hodhi pakon me drogë dhe u largua me shpejtësi me një automjet me targa të huaja, duke u arrestuar në afërsi të Divjakës. Një 48 vjeçare që kishte shfaqur probleme të rrugëve të frymarrjes, aritmi dhe tension të ulët, ka ndërruar jetë 2 ditë pasi mori ndihmën mjekësore në Spitalin Rajonal të Korçës. 48 vjeçaria Gentiana Nano u gjet mëngjesin e së dielës pa shenja jete në banesën e saj, ndërsa i biri hedh akuza të forta ndaj mjekëve, duke pretenduar se kanë treguar neglizhencë në trajtimin mjekësor. Një 48 vjeçare ka ndërruar jetë në banesën e saj në lagje numër 15 të Korçës, 2 ditë pasi ishte paraqitur për ndihmë mjekësore në Spitalin Rajonal. 48 vjeçaria Gentiana Nano kishte shfaqur probleme në frymarrje, rrahje të shpejta të zemrës dhe tension të ulët, ndërsa është trajtuar në shërbimin e urgjencës dhe është dërguar më pas në shtëpi. Një ditë pas trajtimit, më 15 tetor, gruaja nuk është ndjerë sërish mirë dhe familjarët kanë njoftuar ambulancën. Pasi mjekët në Spitalin e Korçës i bën injeksione, 48 vjeçaria u largua në banesën e saj. Mëngjesin e së dielës, ajo u gjet pa shenja jete nga babai dhe djali i saj Erdiol Nano, i cili hedh akuza të forta ndaj mjekëve të Spitalit të Korçës, duke pretenduar se kanë treguar neglizhencë në trajtimin mjekësor. Mami theshte nuk jam mirë, ndjeva të lodhur edhe kam rrahjet e zemrës si të larta, sa të forta. E shpruam në spital, pas së digën e matëm dhe një tension në mami. Po mami theshte nuk jam mirë, jam e lodhur, si mund të lësh një njeri ti nga spitali kur ai të thotë akoma nuk jam mirë edhe. Përse nuk mjekët na thanë çfarë do të bëjmë, se nuk e mbajtën në spital po e lanë tikë. Si mund ta lësh një njeri kur të thotë atë gjë, ta lësh tikën nga spital. Sot më ndodhi mua, po mund të ndodhi do njëri tjetër. Policia e Korçës ka marrë deklarimet e familjarëve, ndërsa pritet që të merren në pyetje edhe mjekët që kanë qenë në shërbim përgjatë këtyre 2 ditëve. Nga ana tjetër, trupi i 48 vjeçares do t'i nënshtrohet procedurave mjekoligjore për të përcaktuar shkakun real të vdekjes. Një marinar italian në një tragedë linje e Durrës Ancona përfundoi në prangat e policisë pasi u kap duke trafikuar një pako me lëndë narkotike kanabis. Operacioni i koduar Next përfundoi me arrestimin e 25 vjeçari Salvatore Mancini. Policia tha se 25 vjeçari italian u kap në flagrancë në ambientet e terminalit të pasagjerëve të portit të Durrësit në dalje të Republikës së Shqipërisë. Pas kontrollit fizik të ushtruar ndaj tij, bazuar në informacionet e siguruara më parë, efektivët i sekuestruan një pako brenda së cilës kishte lëndë narkotike në formë boçeje të dyshuar për kanabis. Materiale do t'i kalojnë prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Durrës për hetime të mëtejshme, ndërsa ndaj të riut është ngritur akuza e trafikut të drogës.
Rënja e fuqisë blerëse si pasojë e lëvizjes demografike dhe rritjes së çmimeve ka shkaktuar zbrazjen e tregut të përmetit. Pjesa më e madhe e tezgave janë bosh, ndërsa tregtarët thonë se po përballen me krizë ekonomike. Në tregun e fruta perimeve në qytetin e Përmetit mbizotron heshtja dhe boshllëku. Ajo që dikur ishte një zonë e gjallë tregtare, sot numëron vetëm 4 tregtar që vazhdojnë të qëndrojnë pas tendave të tyre, ndërsa shumica e tezgave janë bosh. Tregtarët thonë se situata ka ndryshuar rrënjësisht vitet e fundit dhe arsyeja kryesore lidhet me largimin masiv të banorëve, çka ka sjellë rënje të ndjeshme të konsumit dhe mungesë blerësish. Çdo vit sa vjen e më keq, sa më pak njerëz ka. Ca kanë ikur, ca kanë vdekur. Duke punuar në bujqësi, si mund ta përballoj me shtesën e vetit po. Punon us jam me djalin, se nuk i kam në punë. Ka fëmijë të vjetë. Ju ndodh që t'ju ngelet malli? Ndodh. Shton pas ashtu bash. Nga ana tjetër, konsumatorët e pakët që vizitojnë tregun thonë se edhe ata po përballen me vështirësi. Rritja e çmimeve është kthyer në barr të rënd, duke i bërë produktet bazë gjithnjë më të vështira për t'u blerë. Nuk ulëm janë të tëra gjërat. Si ju duken çmimet? Ma vri me boj. I përballoni dot? Po pingën. Nuk i përballojmë dot më bie. Ja, pyesim edhe ikim. Kanë probleme që jemi në pension. Çfarë kemi ne? I mblimën e keqja se duan të ham. Për pensionistët çik të kripur apo nga e keqja do i marrim? Shumë të shtrenjta janë. Që marrim do. Ja, vemi të marrim, po marrim gjysmë kili, 500 lekë, s'marrim do. Se aq që 500 kili. Unë jam me burtë se mu ja të marrim ilaçe të diabetit, të prostatit, të tara, me se ti marrim. Pamja e tregut të Përmetit pasqyron një realitet ekonomik të ndjeshëm ku emigracioni, konsumi ulët dhe rritja e çmimeve i kanë prishur ekuilibrat e jetës së përditshme. Megjithatë, tregtarët dhe banorët shpresojnë se me rritjen e aktiviteteve sezonale dhe mbështetjen lokale, gjendja mund të nisë gradualisht të ndryshojë. Fermerët e fshatit Hink në Dimal po përballen me vështirësi në sigurimin e tregut për shitjen e mandarinave. Kultivuesit shprehen se prodhimi po u mbetet stok pasi pikat e grumbullimit po ofrojnë çmim tepër të ulët. Shqetësues mbetet fakti se vendet e BE-s po refuzojnë të importojnë mandarina nga Shqipëria pas bllokimit të ngarkesës me 200 ton që rezultoi me përmbajtje të lartë pesticidesh. Mungesa e tregut për shitjen e prodhimeve, çmimi i ulët i ofruar nga pikat e grumbullimit, si dhe rënja e fuqisë punëtore kanë vënë në vështirësi kultivuesit e mandarinave në fshatin Hink të Dimalit. Fermerët thonë se në këtë fshat janë rreth 74 hektar të mbjellë me mandarina, ndërsa pjesa më e madhe e prodhimit po ju mbetet stok për një sër faktorësh. Me krahun e punës jemi pak dobët, se nuk gjejmë dot punëtor, domethënë në kohën e vjeljes, se disa kanë ikur jashtë në emigrim, disa kanë pemë dhe tyre. Me tregun jemi dobë, në krahasim me Saranën jemi më dobë. Me këto pikat që kemi ne këtu, e kanë hullu çmimin fare. Saranda e ka 6,5, Gumerica e ka me 73 cent. Për krahun e punës, mona pyet, vetëm burra grua po punojmë, s'kemi me, s'kargat. Çik probleme kemi vetëm me shitjen neve. Tu çalon puna shumë të shitja. Fermerët e Dimalit thonë se 1 kilogram mandarina po shitet me 50 lek, çmimi i papërfillshëm krahasuar me kostot e shtuara të kultivimit. Sa i takon përdorimit të preparatave për spërkatjen e mandarinave, fermerët thonë se janë treguar të kujdesshëm në mënyrë që të mos hasin problematika në eksportim. Mandarina e Hinkës është cilësore për çështjen e pesticideve. Çdo gjë ne kemi me katalog. Çdo helm që marrim te farmacisti i helmeve, e marrim me shnim, nuk kemi dalë jashtë kontrollit, jashtë masës herbicideve. Jemi shumë të kënaqur domethënë nga prodhimi, po çik problemi është çmimi. Është pak i lëkundur domethënë nga vitet e tjera. Në qoftë se çmimi është i ulët, unë do marr këto që kam hedhur dhe mund të ngelet një paketë që unë nuk i shërbej dot vitin e ardhshëm. Faleminderit, po llogarisë shpenzimet e mia aty, helm, ple, gjas përkatje, që i do. Forcën e krahut vetëm unë jam. Bllokimi i 200 ton mandarina nga vendet e Bashkimit Evropian për përmbajtje të lartë pesticidesh të ndaluara ka shkaktuar kolaps në tregtimin e mandarinave në Shqipëri. Pak ditë më parë, edhe kultivuesit e agrumeve në Konispol ngritën të njëjtin shqetësim, ku pohojnë se vende si Kroacia, Polonia apo edhe Zvicra po refuzojnë të importojnë mandarina nga Shqipëria. Do të shkëputemi për një hapësirë publicitare.
Do të vijoj me lajmet në këtë blok të dytë informativ. Stuhia Claudia ka goditur Portugalin duke shkaktuar vdekjen e 3 personave, ndërsa 10 të tjerë janë dëmtuar. Stuhia ka sjell gjithashtu përmbytje të shumta edhe në Britani. Moti i ashpër i shkaktuar nga stuhia Claudia i ka marrë jetën 3 personave dhe ka plagosur 10 të tjerë në Portugali, bën të ditur autoritetet të shtunën. Ndërsa në Britani ekipet e shpëtimit po organizojnë evakuime për shkak të përmbytjeve të mëdha në Wales dhe Angli. Portugalia dhe pjesë të Spanjës janë përballur me ditë të tëra kushtesh ekstreme të shkaktuara nga stuhia Claudia, e cila arriti edhe në pjesë të Britanisë dhe Irlandës të shtunën. Ekipet e emergjencave gjetën trupat e një çifti të moshuar brenda shtëpisë së tyre të përmbytur në Portugali. Mediat raportojnë se ata kishin qenë duke fjetur dhe nuk kishin mundur të largoheshin, ndërsa niveli i ujit u rrit gjatë natës. Të shtunën një tornado goditi Albufeira në Portugalin jugore, thanë shërbimet e emergjencës. Tornadoja dëmtoi dhe shkatroi edhe një zonë kampingu ku raportohet se një 85 vjeçare britanike humbi jetën. 28 persona u plagosën në një hotel aty pranë dhe 2 prej tyre ndodhen në spital me lëndime të rënda. Britania pritet të shpallë reforma të reja për refugjatët në vend, të cilat përfshin shëndrimin e statusit të refugjatit në të përkohshëm dhe pritja për vendosje të përhershme do të katërfishohet në 20 vjet. Ministria e Brendshme theksoi se mbrojtja për refugjatët tashmë do të rishikohet rregullisht dhe të revokohet nëse vendi i origjinës do të konsiderohet i sigurt. Britania ka bërë të ditur se do ta shndrojë statusin e refugjatit në të përkohshëm dhe pritja për vendosje të përhershme do të katërfishohet në 20 vjet, sipas rishikimit të politikës së vendit për azilkërkuesit. Ministrja e Brendshme e Britanisë, Shabana Mahmood, u shpreh për BBC-n se reformat të cilat do të prezantohen të hënën do të ndryshojnë supozimin e vjetër brez pas brezi se strehimi i ofruar ndaj refugjatëve mund të çojë shumë shpejt në vendosje të përhershme. Considered refugees in the normal run of things. It is a bespoke scheme for Ukrainians, which I'm very proud that this country did, and we will always fulfill our obligations under that. Qeveria e Partisë Laboriste ka shpërsuar politikat e saj të emigracionit, mbi të gjitha në lidhje me kalimet e palishme me anije të vogla nga Franca, në përpjekje për të frenuar popularitetin në rritje të Partisë Populiste Reform UK, e cila ka nxitur agjendën e emigracionit. Si pjesë e ndryshimeve, detyrimi statutor për të ofruar mbështetje për disa azilkërkues duke përfshirë strehimin dhe pagesat javore do të revokohet, tha Ministria e Brendshme në një deklaratë të lëshuar vonë të shtunën. Ministria theksoi se masat do të zbatohen për azilkërkuesit që mund të punojnë, por zgjedhin të mos punojnë dhe për ata që shkelin ligjin. Ndërsa Ministria e Brendshme theksoi gjithashtu se mbrojtja për refugjatët tashmë do të jetë e përkohshme, do të rishikohet rregullisht dhe do të revokohet nëse vendi i origjinës do të konsiderohet i sigurt. Qëllimi i këtyre reformave është ta bëjnë Mbretërinë e Bashkuar më pak tërheqëse për emigrantët e palishëm dhe ta bëjnë më të lehtë deportimin e tyre, njofton Sky News. Ndërsa ky mund të duket si një ndryshim i vogël teknik, kjo zgjidhje e re shënon ndryshimin më domethënës në trajtimin e refugjatëve që nga lufta e dytë botërore, citon Sky News, një zyrtar brenda qeverisë britanike. Protesta masive u zhvilluan të shtunën në kryeqytetin e Meksikës, kundër mënyrës se si presidentja Claudia Sheinbaum po trajton krimin e dhunshëm. Si pasojë mbi 100 persona u plagosën dhe 20 u arrestuan për shkak të përleshjes midis policisë dhe protestuesve. Mira marshuan drejt sheshit kryesor në një demonstratë të nxitur nga të rinjt, në lidhje me një val globale protestash të gjeneratës Z, si dhe nga mbështetësit e lëvizjes Sombrero Vendase që u shfaq pas vrasjes së fundit të një kryetari komune të njohur për luftën kundër krimit të organizuar. Disa protestues, shumë prej të cilëve mban Shqipëria siguroi një bilet historike për në fazën play-off të një botërori, por pas pak luan një ndeshje prestigji përballë Anglisë. Këtë periudhë jemi mësuar të thyen shumë tabu, për këtë arsye djemtë e Silvinjos synojnë për herë të parë të ndalin treluanët. Për të folur për këtë super sfidë, do të kemë në një lidhje live gazetaren sportive të News 24 direkt nga stadiumi Air Albania, Trevisa Tufa. Trevisa, përshëndetje. Më dëgjon Trevisa? Përshëndetje dhe miq të News 24. Po, të dëgjoj. Përshëndetje. Më thuaj pak si është atmosfera para kësaj ndeshje kaq të rëndësishme.
Për hir të së vërtetës, kur erdha pak më përpara, rreth një orë më përpara, ishte disi e vakët këtu pranë stadiumit i Rollbenja, duke sikur kishte më tepër forca të rendit se sa vetë tifoz, por duket se me afrimin e orarit zyrtar të ndeshjes, e cila është në orën 18, janë afruar edhe tifozët. Megjithatë nuk ishte e njëjta situatë në rrugët e Tiranës, ku gjatë gjithë kohës shihje tifoz të veshur me ngjyrat e flamurit kuqezi, me fanellat e lojtarëve, apo edhe vetë flamujt edhe shajet e kombëtarëve shqiptar, një atmosferë realisht fantastike që ngro shumë zemrat edhe të vetë kombëtarës dhe jep një motivim shumë të rëndësishëm në këtë ndeshje kaq shumë të rëndësishme përballë Anglisë, pavarësisht se ne kemi arritur që ta sigurojmë edhe fazën play-off për herë të parë në një botror. Ka shumë kuriozitet se si do të luhet përballë këtij kundërshtari, duhet thënë të fortë. Ka kuriozitet nga tifozët, por dhe nga specialistë të futbollit. A është bërë zyrtar formacioni? Dhe çfarë risish kemi? Po, Çenkoela ka dalur pak minuta më përpara dhe formacioni zyrtar. Trajneri Silvinjo në konferencën e dhënë përshtyp në prag të ndeshjes me Anglinë ditën e djeshme, ishte disi edhe në tension nëse do ta konsiderojmë kështu, sepse kishte 5 lojtarë që nëse do të merrnin karton të verdh mbrëmjen e sotme, do të mund të mungonin në ndeshjen e parë të fazës play-off të botrorit. Në këtë mënyrë, ai është detyruar të bëjë rotacion, pavarësisht se ka përballë një rival shumë të rëndësishëm, siç është Anglia, e cila qëndron në vendin e parë në grup ton me 21 pikë të plota, 7 fitore të marra. Megjithatë, duke qenë se tashmë intereson pak më tepër botrori, pra play-offi i botrorit, është detyruar të bëj rotacione dhe në këtë mënyrë formacioni zyrtar kemi në port sigurisht do të jetë edhe Strakosha, si gjithmonë, është i paprekshëm. Ndërkohë në mbrojtje kemi Hysen Gjimshiti, Ismaili ka arritur të zëvendësoj Ajetin, ndërkohë që në anën tjetër të mbrojtjes është Ali në vend të Mario Mitajt, i cili është dërguar në tribunë së bashku me Julian Shehu, duke i lënë jashtë këtij grumbullimi, pra ndoshta një pjesë që nuk luan sonte mund të marrë minuta në vijim të ndeshjes, ndërsa Shehu edhe Mitaj nuk do të jenë absolutisht të pranishëm sonte. Ndërkohë në mesfush kemi Aslani, Ramadanin dhe Qazim Laçi. Ramadani ka zëvendësuar kështu Julian Shehu duke nisur nga minuta e parë ndeshjen me Anglinë, ndërkohë që sulmi i vetmi lojtar që i ka mbijetuar ndeshjes së fundit me Andorrën është Arbër Hoxha, është ndërruar Uzuni, i cili ka marrë vendin e Rejmanit, ndërkohë që në krah të djathtë luan Nedim Bajrami, ndryshe nga ndeshja e fundit që luante Armando Broja. Sigurisht këto ndryshime, e thash dhe pak më përpara, që janë të detyrueshme për trajnerin Silvinjo, sepse i duhen lojtarët e tij, lojtarët që ai ka besuar gjatë gjithë kësaj kohe për të qenë titullar, i duhen për ndeshjen e parë të fazës play-off që do zhvillohen në muajin mars. Nga gjithë informacioni që më dhe, me sa duket Silvinjo, është që tani me mendje të ndeshjet e play-offit. Sigurisht. Është e vërtet, vetë trajneri Silvinjo faktikisht në konferencë për shtyp ka thënë që unë nuk dua të mendoj play-offin ose rivalet që ne mund të kemi, sepse për ne rëndësi fillimisht kishte Andorra, të cilën morën 3 pikë shumë të arë, që ne tashmë jemi në vendin e dytë matematikisht edhe për herë të parë në play-offin e botrorit, por gjithashtu ka dhe ndeshja me Anglinë, sepse për te faktit që është një nga favoritët për të fituar botrorin, është një ekip që po kalon një moment super të mirë, ka pësuar vetëm 0 gola në këto kualifikuese dhe trajneri Silvinjo do të bëj maksimumin qoftë për të marrë edhe një pikë përballë kësaj Anglie që është kaq e fortë, ose edhe për të shënuar golin e parë për Anglinë, ndaj Anglisë pra në këtë Evropian, ndërkohë që dhe ne kemi një mbrojtje shumë të mirë, sepse kemi pësuar në këtë ndjes në këtë Evropian, thash në këto kualifikuese të botrorit, kemi pësuar vetëm 3 gola dhe është pikërisht kjo mbrojtje që neve na ka dërguar në play-offin e botrorit. Dhe trajneri Silvinjo fillimisht është shprehur gjatë gjithë kohës në konferenca që mendon të mbyll këto 2 ndeshje dhe më pas që nga dita e hënë do të mendoj për rivalet e Shqipërisë në play-off edhe gjithashtu se sa shanse do të kemi ne për të siguruar botrorin për herë të parë. Ka shumë ndryshime përballë një kundërshtari si Anglia. A mos jemi duke rrezikuar pak më shumë se ç'duhet? Sigurisht, sepse janë 5 lojtarë që janë ndryshuar në formacionin bazë, por vetë trajneri Silvinjo ka më tepër të rëndësishme ato ndeshje që neve na vlejnë për botrorin, pra për të shkuar për herë të parë në botror, se sa një ndeshje me Anglinë është e rëndësishme. Sigurisht kjo sfidë
prestigjin që ka vetë Anglia dhe për faktin që ne jemi ekipi i dyrt më i mirë në grup. Kemi bërë shumë mirë në këto ndeshjet e fundit, sepse duhet tekstuar që kombëtarja shqiptare ka 5 fitore radhazi duke përfshirë edhe ndeshjet miqësore, diçka që nuk e kemi arritur ta bëjmë kurrë më përpara në historinë tonë. Kështu që sigurisht që trajneri Silvinho rrezikon shumë sonte, jo pak, por ai po themi ka një lloj favori në muajin mars për të mbajtur lojtarët që ai ka besuar gjatë gjithë këtyre kualifikuesve formacionin titullar. Kjo është ajo që trajneri Silvinho ka vendosur që t'i jap sonte, ky është verdikti i tij. Do të shohim në fund të ndeshjes nëse realisht ka patur të drejtë apo jo. Trevisa, sa vlen kjo ndeshje për Shqipërinë? A mund të synojmë një rezultat historik apo të gjithë jemi duke menduar që tani për ndeshjet e play-offit? E thash pak më përpara që Shqipëria ka arritur të marrë 5 fitore radhazi duke përfshirë edhe ndeshjet miqësore. Kjo do të ishte e gjashta, sigurisht do të ishte shumë historike për ne, por nga ana tjetër edhe Anglia vetë do të luajë për një rekord unik, kështu që do të jetë shumë e vështirë për neve, por mendoj që edhe lojtarët që do të futen në fushën e blerët, sigurisht janë lojtarë që një pjesë ka patur pak minuta në këmbë, një pjesë ka patur shumë minuta me ekipet e tyre titullare, por që janë pjesë e skuadrave të mëdha në Evropë dhe sigurisht do t'japin maksimumin e tyre. Mendoj që kjo është edhe në favorin e këtyre lojtarëve, sepse do të bëjnë jo 100%, por do t'japin 120%, sepse në fundit do të kërkojnë edhe në muajin mars të jenë pse jo titullar, për të ndryshuar vetë mendjen trajnerit Silvinho, por edhe stafi teknik që ndoshta këto 5 lojtarë që janë ulur në stol, një prej tyre mund ta nisë nga fillimi në muajin mars në varësi të rivalit që ne do të kemi, sepse në ditën e mërkurë do të hidhet edhe shorti i fazës play-off. Duke të falenderuar për gjithë informacionin që solën në ekranin e News 24, do drejtoj ndoshta një pyetje pak më personale. Sa mendon se do të dalë ndeshja? Dua një rezultat fiks. Shiko, kjo është pak pyetje e vështirë, duke parë se përballë kemi një rival si Anglia, një rival shumë i fortë. Sigurisht të gjithë shqiptarët do donin që të merrnim një fitore sonte, por duke parë që Anglia është në maksimumin e tyre, edhe pse kundër Andorës që është në vendin e fundit në grupin ton, kanë çeluar disi, kanë marrë vetëm 2 fitore me rezultat 1-0, 2-0. Ndoshta të paktën mund të marrim një barazim sonte, qoftë edhe 0-0, nuk ka nevojë të shënojmë, por mendoj që barazimi do të ishte shumë mirë për ne, përballë një ekipi që po kalon një super formë dhe është favorit për të fituar botrorin. Ishe me mjaft këmbë në tokë, të falenderoj dhe të presim në studio në orën 19:45 për të moderuar emisionin Sport News dhe për të informuar gjithë shikuesit e News 24 rreth ndeshjes kaq të rëndësishme Angli-Shqipëri. Falenderoj Trevisa. E ndërkohë të nderuar shikues,